Çdo eksponent i lartë i Bashkimit Evropian dhe çdo antare e Bashkimit Evropian, kur vinë këtu në Maqedoni, e dërgojnë një porosi të vetme, se Maqedonia për të filluar oficialisht negociatat me Bashkimin Evropian, që nuk kupton edhe për të përfunduar, kusht i domosdoshëm janë ndryshimet kushtetuese. Kështu që nuk ka opsion apo variant tjetër për të filluar negociatat. Kjo që e kërkon kryeministri dhe disa parti politike një farë garancë, unë i kuptoj plotësisht, por në fund të ditës duhet ta kuptojmë se nëse duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, ne domosdoshmërisht duhet të bëjmë ndryshimet kushtetuese. Kështu që nuk shoh opsion tjetër, nuk shoh variant tjetër dhe patjetër të bëjmë ndryshimet kushtetuese sa më shpejt dhe të fillojmë negociatat. Në ndërkohë i kuptojnë le të ketë një farë garance, le të thotë dikush diçka, edhe pse asnjëherë nuk ka garancë 100%, po janë nëse duan të sigurojnë. Partitë politike shqiptare absolutisht duhet të jemi pro asaj dhe jemi. Unë nuk shoh parti politike shqiptare në Maqedoni që nuk është për fillimin e negociatave e me atë edhe automatikisht për ndryshimet kushtetuese. A ka nevojë Maqedonia e Veriut për një konsensus të ri politik për rrugën drejt Bashkimit Evropian? Absolut që po, jo partitë politike në Maqedoni, po partitë politike maqedonase duhet të pastrojnë me vetveten, duhet të ulen dhe të mirën vesh mes veti, çfarë duan, si duan, çfarë duhet të kërkojnë prej faktorit ndërkombëtar, kurse shqiptarët aty janë. Shqiptarët, thash pa përjashtim, unë nuk di parti politike shqiptare që nuk është për rrugën evropiane të Maqedonisë. Spaku deklarativisht, mund që dikush edhe prej atyre nuk mendon ashtu, po spaku deklarativisht të gjitha partitë politike shqiptare, kështu që unë mendoj se konsenzusi duhet të gjendet brenda faktorit politik maqedonas. Kur gjendet atje konsenzusi, kur vendoset, shqiptarët padyshim aty janë për të filluar negociatat dhe për të përfunduar sa më shpejt. A janë shqiptarët faktor kyç në përshpejtimin e rrugës evropiane të vendit? Definitivisht po, në të gjitha momentet e vështira për shtetin Maqedonas, shqiptarët mendoj se kanë qenë faktori më konstruktiv. Domethënë, çdo herë kur është desh Maqedonisë që ketë stabilitet, shqiptarët kanë qenë aty, e keni parasysh, pikë pari mendoj NATO, se dy pikat kyçe të këtij shteti prej kur është formsuar kanë qenë objektivet e Maqedonisë, antarësimin në NATO dhe antarësimin në BE. Ju e keni parasysh se edhe për antarësimin në NATO, shqiptarët kanë qenë ato të cilët e kanë ndihmuar këtë proces, edhe pse në atë kohë VMRO-ja ishte opozit dhe çmos thoshte, unë gëzohem sot kur e ndjoj Mickovskin dhe shokët e tij kur thonë se mirë që jemi antarë e NATO-s dhe e pranojnë marrëveshjen e Prespës, mos e harrojmë se para 6-7 vitesh ishin kritikues të mëdhenj të marrëveshjes së Prespës, sot jam shumë i lumtur kur e dëgjoj ashtu. Dhe besoj se edhe për Bashkimin Evropian, për antarësimin në Bashkimin Evropian, për t'i mbuluar, për t'i përfunduar dy objektivat kryesore të këtij shteti, është antarësimi në Bashkimin Evropian dhe shqiptarët domosdoshmërisht duhet të jenë akselerues, po edhe facilitues që ky proces të mbaron sa më shpejt, sepse po e përsëris se disa herë se Maqedonia domosdoshmërisht së bashku me Shqipërinë dhe Malin e Zi dhe me shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor duhet sa më shpejt të jenë antare të Bashkimit Evropian. Thoni se Maqedonia e Veriut ka nevojë për një marrëveshje të re politike mes shqiptarëve dhe maqedonasve dhe ai ka përmbushur marrëveshja e Ohrit misionin e saj. Fatkeqësisht marrëveshja e Ohrit jo që se ka përmbushur kështu atë që është desh ta bën, sepse duhet të përfundon në vitin 2006. Tash jemi 2026 dhe marrëveshja e Ohrit ka rënë total. 4 shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit ishin përdorimi i gjuhës shqipe, që sot marginalizohet totalisht, e para. E dyta ishte përfaqësimi drejt dhe adekuat, që sot kemi një ligj me të cilën as pak nuk garantohet përfaqësimi sidomos adekuat, nuk them për drejt. Shtylla kyçe e tretë e marrëveshjes së Ohrit ishte decentralizimi fiskal, që jemi shumë larg asaj që ishin pretendimet. Kështu që
unë mendoj se dy etnive kryesore në Maqedoni, a dy etnit kryesore janë shqiptarët dhe macedonasit, duhet seriozisht të mendojnë dhe të ulen dhe të bëjnë një marrëveshje tre politike, me të cilën do të mendoheshte seriozisht për zhvillimin ekonomik të shtetit, antarësimin e shtetit në Bashkimin Evropian dhe mbarvajtjen e të gjitha, them kështu, proceseve në shtet, dhe kjo jo që është e nevojshme, po është e domosdoshme, dhe normalisht unë besoj se më të dy etnit dhe partit politike në përfaqësuese të dy etnive janë mjaft të pjekura dhe s'na duhen facilitues. Mendoj se mundemi vetë të ulemi, ta bëjmë një strategji dhe ta dim ku shkojmë, ku përfundojmë dhe si mund të zhvillohet ky shtet, sepse e kemi të rëndësishme të gjithë që jetojmë këtu. Maqedonasi duhet ta kuptojnë se, dhe besoj se e kanë kuptuar shumica prej tyre, se shqiptarët janë faktori kryesor stabilizues dhe faktori kryesor që i kanë ndihmuar shtetit të i kalojë të gjitha krizat dhe faktori, them kështu, që e do këtë shtet, po aq sa e duan maqedonasit, e mund të them pak më shumë se sa ato. Zoti Tanavari, pas zhvillimeve të fundit në kampin politik shqiptar, cili është vizioni juaj për të ardhmen e Aleancës për Shqiptarët? Aleanca për Shqiptarët është parti politike tashmë 10 vjeçare, e cila doli prej Partisë Demokratike Shqiptare, e cila tash mund të themi se nuk ka një potencë politike, dhe prej gjatës shqiptare, Aleanca për Shqiptarët është partia më e organizuar, e vërtet që kaloi një periudhë të krizave të njëpasnjëshme, por përsëri në bazë të gjitha anketave dhe në bazë të gjitha analizave që bëhen, potenciali i gjatës shqiptare përsëri shihet te Aleanca për Shqiptarët. Ne intensivisht jemi duke punuar në terren, tash me zhvillimet e fundit në qeveri, ku ato të aleancës që mbeten aty u anashkaluan totalisht, dhe ne përsëri ja e shfrytëzoj rastin t'i ftoj të gjithë antarët e zhgënjyer të Aleancës për Shqiptarët që e kanë votuar Vlenin dhe për një moment kanë pritur një punësim ose një avansim, që dal nga dal t'i kthehen shtëpisë së tyre, sepse askundi nuk do jenë të rahatshëm sikur në Aleancë për Shqiptarët.